Ishte sulmuesi i kombëtares shqiptare Altin Rakli, përmes një lidhje me video telefonat për Sport News në News 24, u shpreh se kjo është ndeshje për tifozët, pasi sipas tij ata përjetojnë më shumë emocione se ne të tjerët. Ndërsa në aspektin sportiv, Rakli pohoi se për objektivat që ka kombëtarja, duhet patjetër fitoria ndaj Serbisë pasi ajo vlen në shumë aspekte. Kjo sfidë më shumë përjetohet nga tifozët. Më thot një miku im se pse nuk po vjen të shohësh sfidën me Serbinë. I them se kësaj here duhen tifozët në stadium. Unë do ta ndjek nga televizori. Droni i prishi të gjithë në Beograd në sfidën e parë, por mënyra se si u soll publiku serb nuk mund të ndodhë edhe mes armiqsh, pasi ishte thjesht një ndeshje futbolli. Ndërsa ne treguam krejt ndryshe organizimin, vetëm ekipi u tregua më i butë në fushën e lojës dhe humbëm. Të gjithë duhet të mendojmë tani se si të fitojmë. Pasi fitojmë në të gjitha aspektet e para, na duhet për kualifikimin sepse po e humbëm atë ndeshje zbehen shumë shanset. Barazimi nuk do të ishte fundi i botës, por nëse pretendojmë, duhet vetëm fitoria dhe djemt duhet ta tregojnë në fushën urin për sukses, u shpreh sulmuesi kuqezia Altin Rakli. Por si do të luajë kombëtarja sipas Raklit, ish sulmuesi të kombëtares shqiptare, ai ka dhënë një ide se si mund të luajë Shqipëria në vijim dhe në vijën e parë të sulmit ndaj Serbisë, teksa mendon se duhet të jenë 3 lojtarë sipas skemës që ka Silvinho. Rakli mendon se këtë herë mund të mos luajë Asani në krahun e djathtë dhe në vend të tij të jetë Armando Broja dhe në majtë të sulmit Mirlin Daku, pasi janë dy futbollistë me potencial dhe mund të çajnë mbrojtjen serbe, ndërsa në krahun tjetër sugjeron Nedim Bajramin. E kemi të vështirë të japim emra para ndeshjes se si të luajë Shqipëria kundër Serbisë. Trajneri ka zgjedhur një modul me 3 sulmues, ose 1 në krye dhe 2 gjysmë sulmues në krah. Se si do të luaja unë, e kam sekret. Nëse Silvinho vazhdon me të njëjtën dashuri për Asanin, do të luaj me atë në krah, por mendoj se do të duhej me Daku në qendër, Brojen dhe Bajramin në krah. Unë kam besim shumë te sulmyrin dhe mendoj se do të fitojnë 1-0. I shndroj asaj, nuk jam i bujshëm, deklaroi Altin Rakli.